Ilir Meta president, Rizarta Hoxha reagon pas gafës. Blogerja e njohur Rizarta Hoxha është vënë në qendër të vëmendjes në rrjete sociale, pas një momenti të ndodhur në emisionin e Diell. Gjatë bisedës në studio, gazetari Bled Mane e pyeti se kush është presidenti aktual i Shqipërisë. Përgjigjja e Rizartës ishte e menjëhershme. Ilir Meta, që është në burg, një deklaratë që shkaktoi të qeshura në studio, por njëkohësisht u shpërnda me shpejtësi në internet duke u bërë temë diskutimit publik. Pas përhapjes së videos, reagimet në rrjete nuk kanë munguar. Shumë prej tyre e morën si batutë të pavetëdijshme, ndërsa të tjerë kritikuan ashpër për mungesë informacioni mbi realitetin politik në vend. Duke mos e lënë pa koment, Rizarta reagoi përmes një postimi në Instastory. Në shënimin e saj, ajo shkroi: "Nuk ja kam thënë askujt këtë gjë më parë, por kam gënjur kur kam thënë se nuk do hiqja kur dorë nga Shqipëria." Ky reagim tregoi se momenti viral dhe sidomos komentet negative e kishin prekur në aspektin emocional, duke bërë që të hapet edhe një debat mbi presionin që krijohet tek personazhe publike nga rrjetet sociale. Në fillim, situata u mor si një moment humori i padëmshëm, por shpejt, rrjetet sociale e kthyen në një çështje më të madhe, duke e bërë emrin e Rizartës të përflitet kudo. Shumë përdorues nisën ta ironizojnë, ndërsa të tjerë mbrojtën duke theksuar se kushdo mund të gabojë në një moment spontan para kamerave. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.